Të ardhurat e ekonomisë shqiptare nga puna jashtë vendit u rritën në tremujorin e parë të këtij viti. Sipas statistikave të bilancit të pagesave të Bankës së Shqipërisë, të ardhurat nga puna arritën në 144 milion euro në rritje me 13%, krahasuar me tremujorin e parë të vitit të kaluar. Sipas metodikës së bilancit të pagesave, të ardhurat nga puna jashtë vendit klasifikohen kompensimi punonjësve, që përfshin pagën, shpërblime dhe përfitimet të tjera të fituara nga individ jo rezident në një ekonomi për punën e kryer për rezidentët e kësaj ekonomie. Në këtë kategori punonjësish përfshihen punonjës sezonal apo ata që punësohen për një periudhë afatshkurtër. Shpesh të ardhurat nga puna jashtë vendit i bashkangjiten dërgesave të emigrantëve dhe klasifikohen si pjesë të ardhurave nga remitancat në ekonomi. Dërgesat e emigrantëve për tremujorin e parë kishin vlerën e 251 milion eurove, duke pësuar rritje. Të marra së bashku remitancat dhe të ardhurat nga puna kontribuan me 406 milion euro në bilancin e pagesave, shifër kjo 7% më e lartë se tremujori i vitit të kaluar.